kështë lanë me njëherë blok gjithë shka këtë e kështë bërë. Qofë se për shembull Albin Kurti Me më largu mu për i vetë vendosjes. Albin Kurti është i pagabushëm. A kina i sajnë me thonë? Përshëndetje Zoti Avrashin. Sene, ali mirë, çavane, çaj mirë. Jam dalë me bëni pyetje të thjeshtë. Cili është gabimi që se kështë falë Albin Kurtit? Gabimi që s'ja kësha folë Albin Kurtit është shumë tolerant. Shumë njerëz në cilën ai i ka besu në rrugtimin e vet. E ka tradhtu dhe konsideroj që vazhdon me qenë tolerant. Do shta e ka mirë, nuk e di, po s'po di. Po kemi të prekur në Këtu gabime i ka bë, i ka besu njerëzve. Po në po flasë cilin gabim, nëse e bën, nuk e kështë e falë, ishte dalë direkt i partisë. Jo, nuk besoj që vjen puna deri në atë pikë, po një gjatë që më kishiti vetë vendosis, kishte me qenë ndonjë tradhtie për masave kombëtare, kështu që s'falet, po Kurti është garanca që ke punë zbohet. Ky është besimi jam. Okej, faleminderit. Suksese. A dhe shkojnë në zonë Agin Batirin. Përshëndetje rëk, qëshe? A e mirë, çavane? Çaj mirë, qëshe? Jam të e bërë një pyetje. Hajde. Cili është gabimi që se kështë falë vetë Albin Kurtit? Po Albin Kurti është i pagabushëm. Çfarë aspekti po mendon? Po s'ka njëri pagabushëm. Ajo, s'ka njëri të pagabushëm, po gabimin që s'ja kështë falë njëri, s'pak fitu në ma. Mos me fitu zgjedhjen. Po i fiton. Let's see. Faleminderit. Po, përshëndetje, si e? A e mirë? Çavën? E jam një pyetje të thjeshtë të bën. Hajde. Gabimi që se kështë falë Albin Kurtit? Që më ka marrë mu vetë vendosje. A pse e vetë vendosje? Jo, më kandidate. Po cili është gabimi që e kështë bë ai, edhe ju e kështë dalë direkt me vetë vendosjes? Me më largu mu për i vetë vendosjes. Okej, hajde. Let's go, ciao. Zoti Krake, di që pëtër në fotografi, shkort. Cili është gabimi që se kështë falë Albin Kurtit? Që dalë direkt. me deviju previzionit që në cilin unë kom aderu. Cili është vizioni që ka adheru? Me bu Kosovën shtet serios të fort mrena e të prezentueshëm jashtë. Shumë e gjithë anë që në kja, thash në i gabim ma specifik. Për shumë me do dërheqe me bo asociacione me në nështru? Ajo është diskualifikuese. Jo. Do të sa në përgjirohen. Falenderit. Let's go. Se me të pas dhe të bashkë. Ko jesh? A e mirë. E kam një pyetje shumë të thjeshtë dhe të shkurt. Cili është gabimi që se kështë falë Albin Kurtit? Kështë lanë me njëherë blok gjithë shka këtë e kështë bërë. Qofë se për shembull Albin Kurti bën mos mbajtjen e fuqishme të Veriut, normalitikisht që Eliana? unë jam shku të Albini për Veriun dhe si të tillë besoj fuqishëm se ai do të bën fat. Okej, falenderit. Po me së me fjallë, të shohim. Haja. Një pyetje të shkurt, gabimi i vetëm që se kështë falë Albinit, i kështë lanë me njëherë, direkt. Me në shupe, edhe mos me pos perime, pri parimeve të veta që i ka. 3 parime. Parimi i sovranitetit, parimi i integritetit territorial, edhe parimi i patriotizmi kushtetues modern, i cili ato e bën jo veç të veçantë, po e bën edhe më suksesshëm në realizimin e politikave shtetërore. Okej, falenderit, suksese, shihemi.